Logu i tij, Kristian Mickoski. Gurthemeli u vendos. Kjo autostradë pritet të afrojë më shumë Prishtinën dhe Shkupin. Në ceremoninë së mërkurës filluan punimet e fazës së dytë të autostradës Shkup-Blac. Faza e re përfshin ndërtimin e 10.5 kilometrave autostradë nga kryqëzimi Stenkovec deri te pika kufitare Blac, e cila do të lidhet me 1.5 kilometra të autostradës që tashmë janë ndërtuar pranë kufirit me Kosovën. Në këtë ceremoni morën pjesë kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski, bashkë me ministrat dhe zyrtarë të tjerë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se kjo autostradë do të forcojë lidhjen infrastrukturore mes dy shteteve. Autostrada Shkup-Blac me 5 tunele, 8 ura e 4 galeri do të forcoj shumë më tepër lidhjen infrastrukturore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Por rëndësia e saj shkon për te infrastrukturës. Përveç se do të shkurtohet distanca, do të lehtësohet lëvizja dhe do të krijohen mundësi të reja bashkëpunimi për qytetarët dhe ekonomitë e dy vendeve tona. Ne jemi dy shtete që kanë qarkullim të lartë të qytetarëve në të dy anët e kufirit. Familjet, studentët, punëtorët, profesionistët dhe bizneset tona lëvizën çdo ditë mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. E homologu i Kurtit Kristian Mickoski tha se ky projekt ka rëndësi të veçantë, nga se sipas tij hap rrugën për bashkëpunim edhe në fushën e ekonomisë. Ky projekt do të jetë një rëndësi të veçantë për ne, po flas për dy vendet tona, Republikën e Kosovës dhe Maqedoninë. Për qytetarët e të dyja vendeve, kjo do të nënkuptojë ekonomi më të mirë, lidhje më të mirë, transport më të mirë dhe shkëmbim më të madh. Kjo është diçka jashtëzakonisht e rëndësishme dhe në përputhje me prioritetet tona strategjike si qeveri. Edhe zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje evropiane Bekim Sali tha se projekti ndikon drejt për drejt në lidhjen infrastrukturore, zhvillimin ekonomik dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Ka projekte që ndërtojnë infrastrukturë dhe ka projekte që ndërtojnë të ardhmen. Autostrada Blac-Shkup i ka të dyjat. Sot këtu nuk po vendosim vetëm gurthemelin e një rruge të re. Po vendosim një gur të rëndësishëm në themelet e një vizioni të përbashkët për dy vendet tona dhe për gjithë rajonin në përgjithësi. Është e vërtetë se çdo rrugë ka një fillim dhe një destinacion. Por kjo rrugë që ne po vendosim sot themelet e saj ka edhe një mision: të afrojë njerëzit, të lidhë ekonomitë dhe të krijojë mundësi të reja për qytetarët tanë. Autostrada do të ndërtohet në një terren kodrinor malor dhe do të ketë 2 karrexhata, me nga 2 korsi trafiku dhe 1 korsi emergjence. Projekti është parapartë të përfundojë brenda 4 vitesh dhe do të ketë 5 tunele, 8 ura, 11 nënkalime, 4 galeri dhe 9 mure mbajtëse. Financimi kryesor sigurohet përmes një kredie prej 167.6 milion eurosh nga Bergji dhe një granti prej 30 milion eurosh nga korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor, ndërsa janë parapara dhe mjete nga buxheti për shpronësime. Fatmir Sheholli po akuzohet nga Prokuroria Speciale